Vrasja dhe ushqimi ka diçka të përbashkët. Po patjetër. Kafeja lidh njerëzit. Për mendimin tim që Albana, lidhja ime në mëngjes është në kador, dhe jo vetëm në mëngjes. Kafja përfaqëson një institucion, duket sikur ndajmë momente, nisim ato ditën bukur, ëmbël. Po të kujton, jo vetëm shihen, por dhe kulturën italiane. Të bëmë edhe një ndalesë të vogël për të shkuar në studio, që na presin gjëra të bukura sot. Ja të paça. Të bëft mirë. Dhe tashmë të marrë energjin nga jashtë, ta sjellim këtu brenda dhe ta përcjellim për shikuesit tanë. Mirëmëngjes dhe javë të mbarë. Ja të kemi me Albanën. Pasi e kemi konsumuar të kafen jashtë, do jemi brenda plot energji. Do gatuajmë, do sjellim për ju receta të shpejta në këtë pjesë të parë, më pas në pjesën e dytë, në orën 9:40 kemi horoskopin e javës për 12 shenjat me Ergopull dhe më pas bima dhe shëndeti si gjithmonë tashmë kemi atë traditën tonë të së hënës me shikuesit tanë. Në fakt sot kemi menduar që t'ju mbajmë në të sinkronizuar me ato që ka sjell pranvera. Për shembull, ka disa lule të pranverës të cilat kanë nisur procesin e tyre më herët padyshim, por që ne nuk e dim dhe shumë dhe kuptimin, por edhe përdorimet e tyre në shëndet. Dhe sot do të flasim për një prej tyre, na fuqizon, na pastron, na jep shumë benefite dhe pastaj do t'ju dëgjojmë me vëmendje. Keni një hapësirë të bollshme siç na e keni kërkuar vazhdimisht përmes mesazheve tuaja në lidhje me telefonatat që do të kemi në studio për Dr. Ylli Merian në rubrikën Bima dhe Shëndeti. Kështu që bëuni gati, një pjesë e tëre konsiderueshme do të jetë pikërisht për ju. Çfarë do na gatuar sot? Tek Bima dhe Shëndeti shkojmë tek perimet dhe tek tigani. Sot do të bëjmë një byrek. Mund të jetë me 5 foliat, mund të jetë me 5 të holla, mund të jetë me 5 të trasha, si të doni ju. Por, për mendimin tim se ajo peta sfoliatës kërkon hap pet, shtro gjalp, sërish mlidhe, lëre një orë, punoje sërish. Me atë të gatshme, mirë është, po me mirë është ta bëjmë vetë. Por me mira me të mirave është ja. Me një pet të tillë, është dhe njom dhe gjysmë e thatë faktikisht kjo lloj pete. Po. I shkon dhe mi vjen. Nuk është fare e thatë nga ato që si kërce. I shkon dhe mi vjen shumë mirë asaj tepsisë që kam atje, me ndihmën e vajit bimor, me një kokër qep që unë e kam ngrirë mesatarisht, direkt, së bën kapja, energji, një zbutë të lehtë. Dhe e lë të më zbutet duke i shtuar pakës fare krip, dhe në fund fare dhe një qikës fare ujë. Këtu kam, ku thashë produkte dhe shkripa është piperi, është ara e moskatit, kam vajnë, kam qumësht, nëse keni dëshirë të jepni një shije pak akoma më ndryshe që është opsionale, mund të shtoni pana, mishin e pulës që e keni të zirë në kubik në fije si të doni ju, me speca, 3 kolore, 2 kolore çfarë të keni ju, por me rëndësishmja që ne themi për shembull në një film ku shohim është guest star, është më rëndësishme, unë kam kam kremviçet. Mund ta shtoni me krudo, mund ta shtoni me pancet, me çfarë t'ju doj zemra dhe shija juaj. Prandaj dhe unë këtu nuk kam vendosur edhe erza. Shiko, kam vendosur vetëm 2 kryesorët, kripën dhe piperin. Në doni ju, më pas mund të shtoni dhe djathë kaçkavall, që mund të zbusi, të jetë i shkrir, të jetë mozzarella, të jetë pizza, të jetë i fort, si të keni qef ju. Sa të kemi shportën plot nga Isaj, do të kemi mundësi të gatuajmë edhe plot receta, duke qenë se na ofrohen këto paketimet ekonomike dhe familjare që na frymëzojnë për të shtuar shijen dhe për t'i përdorur në gatime të ndryshme. Tani Albana i tha kështu në përgjithësi produktet, sugjerimet që janë opsionale, shtim, paksim, është një byrek me këto përbërës. Ja u lexoj edhe një herë të shkruar që ta keni në bllokun tuaj, sepse shumë avisa na kanë thënë që kemi një bllok të tërë me receta, shumë shpejt do na bëjnë ndonjë libër me kaq shumë receta sa sjellim çdo ditë në Rezedielli. Kotopita është një byrek grek me pul, i shohim pak së bashku produktet. Patjetër që do ju duhet të organizoni më përpara ato produktet, përpara se ti gatuani në mënyrë që ti keni paralelisht proceset e punës. Paraprakisht një pako me peta të thata, po jo shumë të thata, nga këto që janë të përkulshme, elastike, 500 gram fileto pule, 100 gram proshut ose kremvice, 3 speca me ngjyra,
një qep mesatare, 2 lugë gjelle vaj ulliri ose gjalp, 400 ml qumësht i ngroht, 100 gram djath i bardh, 100 gram djath kaçkavall, ar moskat, kri piper të zi, pak majdanoz i freskët i grirë për t'ja freskuar shtuar shien, dhe petët, 6 apo 8 pet byreku, ose pet sfoliat, vaj ulliri dhe ose gjalp i shkrirë. Bëjmë gati specat tani. Specat nuk i pres edhe të imta. Pra, pres mesatarisht. Tu. Pra, i presim kështu në kafshat za. Do të shtoj mishin e pulës që unë e kam zjerë dhe shif, kam lënë dhe pak fare lëkur. Për t'i dhënë atë shien, më pas ju e largoni. Ne ju t'i vendosim ndonjë nga këto Unë them t'i vendosë të 2 shijet. Të dyja do t'i bashkojmë shijet. Atëherë, po i hapim të dyja. Ja, shpresoj mos i hap dhe këtu, po megjithatë ja, një prerje të lehtë. Një shikoj sa të duhet, se është gjitha e lidhur në vark. Dhe për të shtuar pasionin për cilësin, po përdorim edhe krudot speciale. Ja. Edhe kjo është një varg i tërë, kështu që zgjedh Albana se sa do t'i duan, merri këtë treshe një herë. Më pas, këto ambalazhime, duke qenë se janë investuar, punuar me shumë kujdes nga kompania i saj për të ruajtur freskin dhe për të qenë një ambalazhim cilësor, në mënyrë që të mos kemi lagështirën brenda, mos kemi mikroorganizmat brenda. Gjithsesi, kujdesi duhet vazhdoj edhe në shtëpi, pasi kemi hapur një prej paketimeve me produktet e salamit, duhet patjetër që ta izolojmë mirë përpara se ta vendosim në frigorifer dhe ta përdorim ditën tjetër apo herën tjetër. Pra mbushja do zëvendësohet jo me mishin e pulës, por me produktet, kremviçen, pancetën. Çfarë të doni ju, çfarë të lloj? Pra, duhet të mbizotëroj, sidomos, më e fuqishme është krudo, është edhe panceta, që janë më të fuqishme. Në vend të pancetës, unë lash lëkurën e mishit të pulës, që mos të bëjmë me hile. Edhe një dorë nga kremvishet. Dhe jam. Kërëm tamam. Ose jam okej. Lëm që të shpërthejnë ato aromat aty në temperaturë. Direkt shpërthejnë, më pa shtuar akoma speca, se speci është ajo aroma më e fuqishme që lëshohet. Që do të përdorim më Mua ma lëshon aromën më të fuqishme krudo. E ndjen? Po. Atëherë, duke shtuar në specat, jam në rrugën drejt shijes. Du ta rregulloj shijen me krip, por jo të gjithë. Se kanë të produktet e tjera. Produktet tjetër. Pakës fare. Piper. Një pjesë të vajt e vendosëm dhe të tepsia. Sikur se kam dhe arëm myshk ose arë moskat. Ja, një prekje. Lëm të qëndrojnë të zbuten edhe të marrin aromat të njëra tjetrës, plot ngjyra është tigani, do të vendosim midis petëve tani.
Pet për byrekun të thata ose pet sfolat? Pakës qumësht, pak qumësht. Po, e mban atë mbushje pak më të njomë. Sa t'i zbus. Po. Dhe ja kështu. Dhe gatuam tani mbushjen e byrekut. Ta lëm pak minuta aty. Bëjmë gati që të shtrojmë në tepsi petët. Diku 8 pet byreku ishin. Që do të kemi më tepër mbushje dhe jo brumë. Për këtë arsye kemi më pak pet. Në që të mbizotëroj shia dhe mbushja. I vendosim të njëra pas tjetrës. Ka një pesh të konsiderueshme. Ja një është sekund, të hapur. marrë këtë të hapurë. Pakës fare. Po, i duhet pak vaj. Qëndrojnë të buta. Lë anësorën jashtë. Petën e dytë. Tani është organizuar baza. Edhe andej nga tigani kam filluar të zjejnë edhe të zbute produktet, po këto e kemi pana apo ajk? E kam pana. Po. Tash është opsionale. Tani mos më thoni që pana është e shtrenjtë. Jo, se në fakt s'po mendonim që është e shtrenjtë, them pak më e gjithmonë. rëndë. Na duhet të ecim pastaj Po, për të konsumojmë këtë byrek. Sepse është një vakt Të kryesor. ngjisim ndonjë malë. Është një vakt kryesor. Është dreka, po. Është vakt Për kryesor. drekën. Po të doni Gjithmonë ju është e edhe rëndësishme mallës. ekuilibri, kaq, në varësi se sa do konsumojmë, po tani ndonjëherë njeriu ka nevojë edhe të dali pak nga rregullat që i vendos vetes, ja gati është e mbushja. Specat janë zbutur dhe do vazhdoj procesi termik edhe në furrë, kështu që pak andej dhe pak këtej. Do të shtoj pakës fare qumësht më pas. Jeta vendos te gota e panës. Djathin e grirë. Pak qumësh, pak pana dhe djathi, bën një lidhje më të mirë tani të produkteve dhe gjithë masa me do të ngjyra do të kaloj tej Të lej pak duart. Ja ta shtojmë të gjithën këtu dhe ta bëjmë gati për ta pjekur në temperaturën 200 gradë, një parangrohje e furrës gjithmonë për të qenë gati dhe për të mos e lënë byrekun të ftohet pjesa e mbushjes, e vendosim direkt në furrë për të pjekur. Sa të ftohet edhe pak që të mos godasin direkt ato petët, ajo nxehtësia e mbushjes, Albana i shton dhe pak djath sipër, 2-3 lloje djathi ose një lloj, çfarë keni ju në dollap. Kemi atë shijen e veçantë, pra me djathra. Jetë kremoze. Edhe a di sa shkon? Dhe si e përgatitëm, edhe njëherë një përsëritje të produkteve para se ta vendosim për pjekje. Kotopita ose byreku grek me mish pule, 500 gram fileto pule, 100 gram prosciutto ose kremviçe, 3 speca me ngjyrë, një qep mesatare, 2 luggjelle vaj ulliri ose gjalp, 400 ml qumësht i ngrohtë, 100 gram djath i bardh, 100 gram djath katëshkavall, krip, piper, arë moskat, pak majdanoz i freskët, dhe për petët 6 apo 8 pet, vaj ulliri ose gjalp. Dhe ne do të vazhdojmë tani me mbushjen tek petët, bëj dhe gati petët e fundit dhe me atë shkëputjen tonë, për para se të kalojmë tek receta e dytë. Vendos edhe atë petën tani këtu, ashtu siç e ke. Siç e ke, siç Të mbledhur. Po. Të folin stikti i gatimit vet. Ja, të tillë. Do ta shtoj pa i ngjyrë sepse i ka të gjitha vet. E mbulojmë dhe kalojmë direkt pastaj
në shkëputjen tonë të parë. Do ta keni recetën sigurisht edhe në YouTube, ku ju lexojmë, ju dëgjojmë për çdo sugjerim që ju keni në lidhje me këtë hapësirë të rezes. Duken të mira këto petët. Po, janë shumë të mira. Janë shumë të mira. Shtoj. Dhe pak vaj. Yndyrë. Petën tjetër. Okej. Përsëri pak yndyrë dhe shtrojmë edhe petët që kanë mbetur. Sikurse edhe qumësht. Një mban të buta. Mirë, kjo është e gjitha.